Përmes një postimi në rrjetet sociale, familja e artistit të ndjer Shpat Kasapi ka bërë një reagim publik, duke ndarë me të gjithë dhimbjen, mirënjohjen dhe respektin e tyre pas humbjes së parakohshme të këngëtarit të dashur. Në këtë deklaratë të ndjer, ata shprehen falënderime të thella për miqt, kolegët, publikun dhe të gjithë dashamirët që u gjendën pranë tyre në ditët më të vështira të jetës së tyre. Familja u shpreh se mbështetja jashtëzakonshme që kanë marrë ka qenë një shtyllë force në këtë periudhë të errët, duke i ndihmuar të përballojnë më lehtë dhimbjen e madhe. Shpat Kasapi, i cili ndroi jetë pas një sulmi të fortë në zemër, la pas një boshllëk të pamadhshëm në familje, duke lënë në këtë jetë djalin e tij 3 vjeçar dhe bashkëshorten Selvia Jaon, të cilët sot përballen me mungesën e njeriu të tyre të shtrenjtë. Postimi i plot i familjes Kasapi. Të dashur familjar, miq, koleg dhe ju të gjithë, publike dashamir të muzikës së Shpatit. Në emër të familjes son, dëshirojmë t'ju falenderojmë nga zemra secilin prej jush për mbështetjen, ngushëllimet dhe respektin që na keni dhënë në këto ditë të rënda. Çdo fjalë, çdo lule, çdo lutje dhe çdo gjest human ka qenë një dritë e vogël në dhimbjen tonë të madhe. Faljush, kujtimi i Shpatit u nderua ashtu siç e meritonte, me dashuri, me dinjitet dhe me mirënjohje të thellë. Ikja e tij në Mshim është një humje e jashtëzakonshme, jo vetëm për ne si familje, por për të gjithë komunitetin artistik shqipfolës, për miqt, bashkëpunëtorët dhe për secilin prej jush që e deshët artin, zërin dhe shpirtin e tij. Jeta është e tillë, e pasigurt, e paqt dhe e pamëshirshme. Jetojmë sot, por nesër nuk e dim çfarë sjell. Prandaj kujtimet e bukura mbeten pasuria më e madhe që kemi. Buzëqeshja, energjia dhe gëzimi që Shpati shpërndante gjithmonë do të mbeten dritë për ne dhe për të gjithë ata që e mbajtën në zemër. Ai do të kujtohet për talentin, zemrën e mirë dhe për mënyrën e veçantë se si dinte të arrinte te publiku. Ju falenderojmë pafund për praninë tuaj, për fjalët e ngrohta, për lutjet dhe për respektin e thellë që i kushtuat. Me mirënjohje të thellë dhe respekt të përjetshëm, familja Kasapi.